Territori i Kosovës për datën 21 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht të qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për reshje do të jetë e ulët. Sipas parashikimit, temperaturat maksimale do të lëvizin nga 29 deri në 34 gradë Celsius. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbrejë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për gjitha qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 14 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 13 deri në 30 gradë. Skënderaj 14 deri në 32 gradë. Pej 13 deri në 31 gradë. Prishtinë 13 deri në 31 gradë. Gjakov 15 deri në 34 gradë. Malishev 15 deri në 33 gradë. Gjilan 14 deri në 31 gradë. Ferizaj 14 deri në 31 gradë. Kaçanik 13 deri në 30 gradë. Suharek 15 deri në 33 gradë. Prizren 16 deri në 34 gradë Celsius.